ashtu e sheh edhe familja ime, më thon, po ti pse po e bën? Pse ne e shohim në këtë lloj forme që ju po vini nga diaspora, si po shohim se çfarë vlerë po jep se proteste. 30 ditë, i ka 10 ditë, kisha ca probleme të vogla, ca pagova ca. Pse njerëzit e shohin në këtë formë? Pse e shohin thonë, pse po e bën ky? Pse po e bën Eugeni? Pse e bën Ari? Pse po bën tjetër? Pse po e bën Timi? Mendoj që jemi të shitur, mendoj se na ka fut dikush, na kanë dhënë, për shembull, ja, më kanë dhënë lek këtu neve, dhe e bëjmë për lek. Ne e bëjmë për zemër, e bëjmë sepse po se bëm në unë e ti, kush do e bëj? Ta kupton? Our generation, po se bëm ne, s'ka kush e bën. Është momenti që është momenti revolucion o vlla, duhet revolucion. Duhet më hyj këty në palc kurrizit me zgju nga zgjumi. Sepse asnjë vend botësh ka korrupsione, po korrupsione që ne është shumë i dendur vlla, se ke idenë. Ku vjen Shqipëri direkt rrugët, e bën makina kështu. A kupton? Prishet ajo, ç'e quhet, prishen amortizorët. Un kam ndërru 3 makina në Angli, s'më prish një amortizor më valla. Kurr, vjen këtu të bie gropa kështu, të bie gropa, të trondit ai shumë, thotë zgjohu shqiptar, zgjohu se po të vjedhin, po të vrasin, po të shtypin, zgjohu, edhe i thonë anglisht, wake up, zgjohu. Më thuj pak, është dita e 46 e protestës, si po e sheh që nga dita e parë deri në këtë ditë ku jemi? Një lloj vlerësimi. S'ka, nuk ka gjë më të mirë që shoh prindër, fëmijë, nëna, burra, gra, bile se mesazhet e mia janë shumica janë nga diaspora. Arjan do të jem aty, faleminderit që na përfaqëson neve. A do lek, çm lek, hap një GoFund. Kam vënë një link të vogël kush do PayPal. Po patjetër se jo detyrë. Po, kam lënë punën, a moni fos lek nga xhepi, s'është problem. Po, se ti investuar ka koste kjo gjë. Edhe është një djalë nga Anglia, ka imi Lifi Dema, dhe i më çon çdo javë, më çon duket 200 pound. Ka 3 restorante si biznes, ta thjesht duhet kontriboj. Edhe çdo javë më fut. Po, kjo është edhe forma e protestës që edhe ata që s'kan mundësi kontribojnë tek ata njerëz që protestojnë që janë çdo ditë, siç është rasti i Arit, që edhe ato në formën e vet protestojnë duke suportuar, edhe pse nuk e kanë mundësinë, por dua me gjithë shpirt dhe gjithë zemër të jenë aty. Të jenë këtu, po s'ka mundësinë. Për shembull, kemi shumë që në Gjermani, në Amerikë, bëjnë podcaste, hyn live, fillojnë këto sherrat midis këtyre influencerave, kapen këto influencat me njëri tjetrin për çarja. Që i kanë pa gjithë edhe pse ke zgjedhur këtë formën, për shembull, këtë në pjesën me video, me gjërat, dua dal te kjo që a ka kjo një pjesë të fortë të mesazhit, ka një rëndësi të madhe, domethënë kjo pjesa normale, droni për shembull, videot e dronit janë të shkëlqyer, aty ke pa vetë. Pamja nga lart, flamuri ku doli çameria, njerëzit më thanë po qethet mishi, vrasja e çamerisë, akoma nuk është hap dosja. A kupton? Viles imagjino. Pra kjo formë e të protestuarit me video, me qenë gjatë gjithë kohës, me video, me foto, me postime, zërit dal jashtë sa më shumë të ndihet. Nuk maninë që të mshajnë, ofendojnë nga motra, nga vllai, nga baba, nuk do t'ja di. Thjesht zëri të ndihet, të dëgjoj Europa. A mendon se ka ndikuar kjo gjë që ke bërë? Sidomos e peç sot ç'a ndodhi? Europa ashtu, ose ndryshosh ligjin ose nuk kalojmë dot në fazën e dytë të negocimeve. Kështu që do hapen negocimet, po ndryshojmë ligjin, nuk kalojmë dot. A mendon se politika shqiptare ka marrë një mesazh nga kjo çka ka ndodhur këto ditë me protestën? Shpresoj se po. Shpresoj se do vi fundi të gjithëve. Edhe do t'japin dorëheqje, sepse na keni na keni falemendosur si shqiptar, si njerëz, si qytetar, domethënë në aeroporte ka radha, pasaporta jonë është e fundit akoma. Kudo që shkon, pse shkon? Ku isha në Bruxelles unë, isha me Doriana Mema, si ishim bashkë. Po, Doriana bëm një protest, bëm 30 veta. Krejt shqiptarët, ishin 3-4 shqiptarë i ndihmova, si vjen anglisht i non, i tha ku shkon? Sa lek ke? Kjo tha po shkoj çuni. Pse po shkon? Ke marrë lek me vete? Sa lek ke? Kjo shka të nxori 300 euro. Hetim total. Në doganat Bruxelles. Çka ka Bruxelles më shumë se Shqipëria? Asgjë, thjesht është në Europë, kaq. Edhe mua e merr tha që ulët. Vendet e tjera europiane ndodh me njerëz të tjerë, me europianë ndodh kjo gjë. Jo, në europianë hapen kështu sa lek ke. Jo, hapen ata, hapen lopatat. Direkt. Unë i pata pasaportat të dyja, pas desha me u vënu, me X-Pit, nxora anglezen, bam, me rasa fytyr, e pa kështu.
Po Rion Braç, pse si theri atë pasaporti, thonë ja, unë po të punoja në shtëpi bari, thuj, ja më ke. Po se ta dini edhe këtë, se ligjet anglisë, për shembull, nëse ke punuar në shtëpi bari, do të kapin gishtat, do të kapin kamera, do të kapin CCTV, do të kap home office. Nuk ke shans ti me dhe shtëpi bari edhe me marr pasaportën. Sa shumë e ndeliku sepse ata çdo gjë i shohin, hetohesh. Nuk është që merr pasaport kaq kollaj. Se tani e kanë bërë shumë keq me pasaportën angli. Kanë heq. Pas kësaj videos ke pas mesazhe, 2-3 mesazhe, 2-3 kështu, tipi kërcënime dhe gjëra, s'm bëjnë përshtypje. Nuk tremen, nuk kanë thonë që fillim, kanë bërë dhe video, kanë thonë që I'm not scared, nuk u tremen. Kanë bërë dhe video ditën e tretë bilës, thonë I'm not scared, nuk u tremen. Kjo është detyra jonë me qenë këtu, me përzatu shtetin shqiptar, kombin shqiptar, për të ardhmen, për fëmijët tonë, për fëmijët tuaj, për fëmijët e shokut tonë, për çdo gjë, për të ardhmen tonë. Edhe kush turist vjen në Shqipëri, ndihet i kënaqur, të ketë ujë, të ketë drita, të ketë rrugë, thonë ata, yes, Albania është okay, po s'keni thot hotele, s'keni all inclusive, naftën e keni shtrejt, rrugët si keni, mirësjelljen se keni, kulturën e keni mirë, thot, po ku vin njerëz thot nuk kamajerët janë pak si arrogant. Nuk ndihen të kënaqur, po edhe shumë kënaqur. Kushtatate për ta mbyll, kushtatate shkëndijën që ti duhet t'i jepesh kaq shumë. Thjeshta vet nga zemra, betohem ka ardhur nga zemra, ka ardhur një muzikë. Okej, nga zemra po, për shembull, cila arroganca e këtij pushteti, këtyre politikanëve, korrupsioni. Se ke idenë o bro. Se ke idenë të më shembull në Angli vëlla, një grop më hap, vin ata i hudhin ata të bardhën atë sprayin, vin ditën tjetër vin komuna, vin 2 nga ato të kuqe, çfarë quhen në shqip? Po, me ato ku diun. Të rrugës. Vin e shtrojnë sipër ato të ndusën e çfarë quhet asfaltit, po rregullu. Kaq. Ke një problem. I shkruaj me email atij të komunës, çka quhet kryetari i bashkisë komunës, se kemi çdo kryetari komunës kemi me email, e ke online, me emër, numër telefoni. Un pata një problem, po marroj viza, edhe futa vizën e re, edhe nxjati 2-3 muaj dhe i shkruajta kësaj. Edhe kjo përfaqësonte fshatin tim ku jetojmë, qytetin tim. Kur mos më dolin telefon, më ishte në tren. Tha mu hello Arjan, tha mu do ta kaloj numrin tim, tha më stafit, tha se jam në tren. E direkt ndihmoj. Me sekonda. Kush jam unë një imigrant i Anglisë, një imigrant shqiptar që jetoj në Angli. Edhe mas 3 popullata që ka Anglia. Po, edhe mas 3 vitesh çka ka ndodhur? Ka emrin May Foy. May Foy është deputete e parlamentit për ku jetojnë Country Durham. Mas 3 vitesh vëlla, ajo hyj makinën time. Atë besohet? Te taksia. Te taksia ime, se kjo ke privatja. Dhe thashëm, hello, thamu, thashëm ti me, po thamu, thashat, kujtuat të kam marrë në telefon, thashëm, para 3 vite, thashëm, për një kartën e thash rezidence. Po thamu edhe jam i kënaqur, thashëm që të kam ndihmuar, thashëm, faleminderit shumë, thashëm, se si shqiptar, thashëm, ne mahemi, thash, për emër të keq, është një, ka emrin Nigel Farage, i partisë në Angli, ata gjithmonë, ka fol gjithmonë keq për Shqipërinë. Festën e 28 nëntorit që bëjmë Shqipëri Londër, ai thot Albanians, criminal, drug dealer, trafikant, edhe Shqipërinë e ka kështu. Edhe unë i fola pak se thash si ka mundësi thash që nacionoj thash gjithmonë thashëm për Shqipërinë. Pra ti ke bërë dhe protestën tënde atje? Dhe protestën gjithmonë në them. Se ajo pranon parlament. Dhe pse thash këna ofendoni thash si kom, thash si qytet. Thash na jemi thash keni një kulturë më të madhe thash në Ballkan thash. Kena kontribuar thash në kohën e luftës 25 vjetën Skënderbeu thash ka luftu kundër thash në turqëve thash po të kishte Turqia thash në Europë thash ne deshëm bëu gjithë thash në turk. Deshëm bëu gjithë Turqi. Yes, ta të kuptoj tha, po është politika tha mu.